erdhët në EATN edhe në këtë të mërkur. Do t'jemi bashkë deri në orën 13, programi EATN nis tani edhe jemi gati të gjithë për të sjellë më të mirën tonë në ekranet tuaja. Do të flasim sot për shumë tema interesante. Të ftuarat janë gati, janë në këndet e tyre. Unë do t'i ftoja që të më bashkoheshin mua dhe Antonetës, e Jalanda, Anila. Mirë se na erdhët. Anila, mirë se vini. Është kënaqësi që jeni sot edhe në këtë mëngjes me ne. Tani më pëlqen ky grup vajzash që kemi bërë sot kështu, por nuk do t'jemi 4, do të sa jemi 1, 2, 3, 4, 5? Nuk jemi 5, do t'jemi 4, sepse unë do t'iki tani më pret në studion e kuzhinës, shef Redon Beqiri për të sjellë për të gjitha anvistat e recetën që do të gatuajmë, por jam e sigurt që do t'i dëgjojmë më pas edhe këshillat tuaja dhe po ju lëm. Na sill pak edhe neve nga receta. Tash se do harroje. Ma voje këtë gjë, por jo. Unë kam përshtypjen që... E ke parasysh dhe vetë ti, po të ta rikujtoja nuk bëja këtë. Kam përshtypjen që me këto 3 zonja që ke në krah, dyshoj se do doje të cilja më pastaj. E vërtet, kemi pastaj ëmbëlsira këtu plot, kështu që... Mirë, vajza, po ju lëshim pas pak bashkë. Pas pak e dashur. E ndërkohë jemi këtu me disa zonja, siç e tham, që të treja kanë tema të ndryshme, kemi 2 Anila, po nëse njëra na sjell ëmbëlsirat, Anila tjetër na thotë që nga cilat ushqime duhet kemi kujdes kur kemi probleme me diabetin, por e mira edhe përbash këtyre të dyave është që të dyja sjellin afër me shëndetin, jo, sepse edhe ëmbëlsirat sot i kemi pa gluten dhe ëmbëlsira shumë të lehta. Apo jo, po gjithsesi do flasim pak më vonë. Ndërkohë që unë jam për t'i djegur ëmbëlsirat dhe për të përzgjedhur ushqimet e shëndetshme dhe për të folur bashkë për aktivitetin fizik në periudhën e paramenopauzës dhe menopauzës. Si ndikon? Do të kemi tema që kanë lidhje me shëndetin, me përditshmërinë dhe me një jetesë të mirë. E ndërkohë që ne do vazhdojmë të drejtohemi në këndet tona, regjia të më konfirmoj nëse ka arritur Iva, Anil bashk do jemi të përqendruara tek diabetikët, apo jo? Po. 1 ndër 9 persona në Shqipëri fatkeqësisht janë të diagnostikuar me diabet. Janë rreth 261.400 të diagnostikuar në 2024 dhe pa llogaritur ato që nuk janë të diagnostikuar ose nuk e dinë që kanë një diabet të fshehur ose ato që janë prediabetik, janë ekstremisht shumë. Për të gjitha ata persona, ne do të flasim pas pak, do flasim për ëmbëlsirat dhe për aktivitetet fizike të ndryshme që duhet kemi parasysh kur do të shkojmë në menopauzë, ne që s'kemi shkuar, dhe për të gjitha ato që janë tashmë. Linja është për Ivën në kuzhinë. Kemi mbritur në kuzhinën tonë dhe shef Redon Beqiri po më pret për të gjitha anvisat për të sjellë recetën e ditës për sot. Mirë se të gjejmë, shefi. Mirë se erdhe, Iva. Sot kemi zgjedhur një recetë mjaft të shijshme për këto ditë të ftohta dimri, le të themi. Fileto, kemi një fileto pule të gatuar me verë. Pra të prezantojmë me produktet, kemi fileton e pulës, gjalp, borzi lok. Unë kam zgjedhur që këtë recetë ta komplikojmë pak edhe ta bëjmë me boronica. Pomodori, kemi mielin që do ta kalojmë në fillim për të krijuar atë salsën e vet në bashkimin me verën, kur t'i bëjmë shuarjen e verës, gjë e cila do të rri disa minuta në zjerje. Është një recetë e thjeshtë, besoj? Është një recetë e thjeshtë, ne do ta shoqërojmë edhe me disa chipsa të skuqur patate. Kemi pataten e ëmbël. Dhe të vazhdojmë. Patjetër, le të vazhdojmë, sepse jam e sigurt që edhe anvisat me zipresin që ne të nisim me procedurën dhe përgatitjen e recetës. Vaj ullirit, besoj, apo jo? Si fillim të më ndihmosh edhe ti të pastrojmë pak pataten, edhe unë po vazhdoj me filetën e pulës. Po, patjetër. Gjysmë patate apo të tërën, shefi? Nuk është se do të na duhet shumë, në fakt. Presim gjysmën atë? Do të na duhet vetëm kjo pjesa. E vendosim edhe këta në vaj. Ja, pra, kështu bashkimi bën fuqin edhe sjellim pse patate të ëmbël, shef? Po, unë e thash në fillim do ta komplikojmë pak si recetë, mos ta bëjmë aq të thjeshtë sa duket. Jo, dua të them që do të lidhen shihet. Mund ta bëjmë me çfarëdo lloj patate, kjo nuk prish punë. Është thjesht patatja në këtë rast do të jetë vetëm për dekor. Do të jetë më shumë për dekor. Patjetër që ka shije, po do të bëhet... Patatën e tani edhe patatja ëmbël është shumë e mirë. Deri në fund. Edhe ka shumë vlera ushqyese. Unë patatën e qërova. Unë vazhdoj me skuqjen e filetos. Tani ta pres në... Jo, do të them. Mirë. Tani Iva mos bë si shef e kot. Shefi është Redoni, unë po pastroj vendin.
Shef, po nëse në vend të fileto së pulës, do të na duhet të zgjedhim një tjetër fileto. Po pa Çfarë tjetër. sugjeron? Dhe mund të ndiqet e njëjta procedurë? E njëjta procedurë është edhe fileto e viçit, vetëm se në fileton e viçit mund ta bëjmë me verën e kuqe. Unë sot kam zgjedhur verën e bardhë për fileton e pulës, gjë që e kuqja nuk i shkon. Tek fileto e viçit mund të shoqërohet me të dyja, edhe me verën e bardhë edhe me verën e kuqe, gjë e cila që fileto e pulës nuk e pranon këtë pjesë. Që të shuhet me verë të kuqe. Po peshku në këtë rast mund të ishte një opsion? Peshku po? Patjetër. Mundet. Mirë, produktet unë besoj që ti e kujdesur për të zgjedhur të mira, të kontrolluara dhe të shijshme me plot vlera ushqyese, sepse ke zgjedhur që ti marrësh në një prej supermarketeve më të mirë që ka sot tregu shqiptar dhe quhet In Italy. Është e vërtet apo jo? Është mëse e vërtet, unë e falenderoj shumë In Italin, që është pjesë e jona në këtë emision, në këtë rrugtim, edhe të them të vërtetën më thjeshtëson punën në maksimum. Produkti i mirë nuk ka nevojë për shumë, të themi, marinime të gjata. Unë e di që In Italia bën një maturim produkti, gjë e cila më bën të sigurt si një shef kuzhine, por pse ja sugjeroj edhe familjarëve. Nuk është nevoja që ju të rrini të merreni jo kjo fileto duhet, ose ky produkt duhet të rri kaq kohë në frigorifer, jo po ta marinojmë në këtë lloj mënyre. Të gjitha këto problematikat për t'i hequr, të themi, ato mikrobet për ta maturuar, për ta zbutur si mish, apo të gjitha produktet që In Italia të ofron. Unë kam qenë vetë në atë supermarket, e kam parë pa fund, e kam përdorur pa fund në çdo restorant që kam punuar, po edhe në shtëpinë time, dhe ka një staf të mrekullueshëm dhe të kualifikuar që merren vetëm me maturimin e produktit. Dhe është shumë e rëndësishme mënyra se si ruhet produkti, mënyra se si tregtohet ai, edhe kështu vjen edhe për konsumatorin edhe më i sigurt, sepse shumë e rëndësishme sot në këtë ditë, në këto kohë, që ne të konsumojmë produkte të cilat janë të kontrolluara dhe produkte që janë të mira. Por veç In Italy, unë dua të bëj një falënderim tjetër, ajo do të shkojë për kompaninë Depo Magazin, e cila mundëson edhe të gjitha pajisjet edhe enët e kuzhinës me të cilat ne gatuajmë. Këto enë janë, besoj, fjala e fundit e teknologjisë që sjellin dhe të enëve, pra, beson shef? Po, është e vërtetë. Tigan që nuk ngjisin, tiganët që nuk ngjisin, ruajnë formën të produktit. Patjetër. Nëse themi nuk ngjisin, kemi thënë të gjitha. Mirë, më vjen shumë mirë. Që sa tigani të marri nxehjen edhe temperaturën e vetë, ne do të fillojmë edhe me fileton, gjë e cila, nëse nuk do të kemi arritur temperaturën, filetua do të shkatrohet. Në këtë rast nuk do të ngjitet, për arsye se tiganët janë të mirë, por që do të shkatrohet si produkt. Temperatura e duhur, ne do ta masim gjithë kohës me pjesën e kuptojmë dohur. ne që është temperatura e duhur? Si e kuptojmë? Ne do ta kuptojmë si kur jemi tek shtëpia afro xhakut edhe çojmë duart për të ngrofur. Nëse të na ngrohet dora, atëherë është gati. E njëjta gjë. Duhet të jetë shumë i ngrohtë? Jo, duhet të jetë dora të ngrofet. Ta përballoj. Po, ta përballoj dora këtu lart, në këtë temperaturë. Shumë mirë. Këto janë disa teknika që besoj vlejnë edhe anvisave, po. Këtu kemi bërë këto chipsat e vogla të patates që do t'i shoqërojmë lart mbi fileton. Të cilat do t'i skuqim, besoj? Po, do i skuqim. Unë kam vendosur edhe vajin në zjarr të marrë temperaturën. Ne do të kalojmë filetot. Kalojmë pak në miell fillimisht? Po. Kjo do të bëj atë pjesën e salsës në fund, atë kremin që do të na nxjerrë kjo pjatë, ky gatim. Dhe do t'i vendosim e njëherë për t'i skuqur në një tigan në të cilin kemi vendosur gjallë. Pse me gjallë, shef? Po edhe gjalpi në këtë rast, kur gatimet janë me verë, edhe të shuara, do më thënë, bën atë kremozitetin më të mirë të pjatës. Gjalpi na ndihmon në këtë rast. Shumë mirë. Ndërkohë që ne do të vijojmë edhe me procedurën e recetës, tani më i kemi prerë të gjitha pataten, të gjithë pataten e kemi prerë në chipsa të hollë, thot shefi, ne kemi zgjedhur këtë formën këtu,
Por ju gjithsesi mundet të vendosni ashtu si ju të dëshironi. Kemi gati edhe fileton e pulës, të cilën e kemi kaluar pak në miell, kështu edhe do të ruaj butësinë, por edhe nuk do të ngjisë, e do na ndihmoj në fund për salcën sipas këshillave të shefit. Isha korrekte? Nëse korrekte. Mirë, Nuk të kam pyetur, Iva, si ke marrëdhëniet me kuzhinën? Besoj që mirë, megjithatë duhet të pyesësh personat që konsumojnë pjatat që unë përgatis, por besoj që deri diku i kam mirë, e dua, më pëlqen të investohem në kuzhinë. Më pëlqen. Po ti nuk e sheh që unë prandaj vi gjithë shef këtu që të mësoj recetat e reja? Kuptohet apo jo? Okej. Mirë, unë tani kam kënaqësinë që kuzhinës tonë ne t'i hapim portën dhe të hapim derën për personazhin e ditës. Në fakt, ajo është një mikeshë e familjes së madhe të RTS-s, është një mikeshë padyshim e imja, por besoj edhe të gjithë atyre që e kanë ndjekur ndër vite në ekranin e RTS-s. Me ne në studio Lira Birko. Eja, në kuzhinë s'kisha ftuar ndonjëherë. Jo, nuk më kishe ftuar ndonjëherë në kuzhinë, por më keni ftuar aty ku është pjesa ime më e rëndësishme e pasionit tim. Të ftoj të ulen. Jeta ishte vërtet kënaqësi. Unë jam gjithmonë e lumtur, jo thjesht kur ftohem sidomos për në kuzhinë, por mbi gjitha kur ftohem në Radio Televizionin Shqiptar. Institucionin ku unë punoj prej më shumë se 30 vjetësh e dua fort. Institucioni janë njerëzit dhe në këtë institucion ka njerëz me vlera të jashtëzakonshme, pjesës së cilës jeni të gjithë ju, të gjithë që punoni për emisionin Eja tek ne. Një përshëndetje për Eva Idrizllarin që ju rikthye Radio Televizionit Shqiptar. Radio Televizionit Shqiptar ka një vlerë të madhe. Që është mendja, ka njerëz të mendjes dhe pjesë të njerëzve të mendjes punojnë edhe janë pjesë e stafit Eja tek ne, që kështu prandaj më vjen mirë që një njeri mendjes si Eva Idrizllari ju rikthye Radio Televizionit Shqiptar. Duhet të ule, më duket ule. Duhet të ulesh, je në shtëpinë tënde, bëj çfarë të duash, mjafton që ti të ndihesh mirë. Ju falenderoj. Përse dua kuzhinën? Albert Einsteini ka thënë diçka shumë të bukur. Gatimi, ushqimi është një vlerë shumë e madhe për organizmin. Por çfarë është trupi njeriut? Trupi njeriut nuk është gjë tjetër vetëm se është pjesa e jashtme e mendjes. Pjesën e brendshme të mendjes është ajo që na lidh me mendimin, por kur harmonizohen të dyja si pjesa e jashtme e mendimit dhe pjesa e brendshme e mendimit, atëherë thotë ne do të kemi njerëz më të mirë dhe shoqëria njerëzore do të jetë më harmonike. Aty kur ne nuk i harmonizojmë pjesën e jashtme të mendjes me pjesën e brendshme, gjithmonë lindin konfliktet. Edlira, ti the pak më parë që i kam marrëdhënie shumë të mira me kuzhinën, gatuaj, dua kuzhinën. Tani, ke ndonjë recetë që mama jote, edhe jam shumë e sigurt që po na ndjek tani, kujdes si do të përgjigjesh, ë? Shiko, un kam një gjë shumë të bukur. Ke të trashëguar që mami e gatuan, që edhe ti e ke risjell. Unë e di që mami mund të më mërzitet, por unë gatimin fakt e kam mësuar nga babi. Gjyshja nga babai im ka qenë shumë talentuar në gatim dhe babai im ka qenë artist në gatim dhe nuk na bëri gjë tjetër vetëm se ne edhe të gatuarin, por edhe të servirurin në ushqimit, na mësoi ta bëni me art, se në fakt gatimi mbledh disa arte bashkë dhe mbledh bashkë artin dhe shkencën. Unë po ju ndiqja pak më parë që po diskutoje me shefin e kuzhinës që po thoshte kombinimet midis verës së bardhë me pulën, të verës së kuqe me mishin, niveli i temperaturës së gatimit, si lidhen me njëra tjetrën, këto kanë të bëjnë me shkencën. Por nëse ne shikojmë harmonizimin e ngjyrave, na çon tek piktura, por nëse ne jemi duke diskutuar tani, mua më vjen ajo zhurma, mund të them tingulli i gatimit, që në fakt të vjen si një tingull muzikor. Një nga personalitetet e Radio Televizionit Shqiptar, të orkestrës simfonike të Radio Televizionit, ka qenë Ferdinand Deda. Dhe unë kam pasur fatin, jam rritur në prani të familjes së tij dhe ka një detaj shumë bukur që lidhet me kuzhinën. Thuaj që veshi Ferdinand Dedës ka qenë kaq i sofistikuar sa ai e ndjente muzikën edhe nga tingulli një pirun. Sa e bukur. Që kështu prandaj dhe unë kam lidhur gjithmonë pikturën me Ardin, po. Po varet kush i ka të zhvilluara. Do më thënë, ta ndjesh ushqimin se çfarë po gatuam vetëm me vesh, duke dëgjuar se çfarë po bëhet aty. Është duke u skuqur, është duke u pjekur, apo edhe produkti çfarë zhurmë lëshon. Në fakt e gatimi hyn shumë shqisa.
hynë të shikuarit, hynë të dëgjuarit, të prekurit, të ndjerit, pastaj si thonë, Borgesi ka një shprehje shumë të bukur dhe thotë që ne kur flasim për shihen, shija thotë nuk është as te goja e individit, nuk është as te gatimi, po është tek ai procesi ndërmjetëm ku bashkëlidhen të mënyra e të gatuarit, ajo çfarë është përgatitur me gjatë procesit kur ne përpiqemi. Edmira, por si do ta vlerësosh kuzhinën edhe si një shijuese e mirë? Në gjithë këto vite ka ndryshuar, janë futur padyshim shumë element modern, mendon që e kanë ndihmuar, kemi arritur ne ta ruajmë disi traditën gjithmonë në këndvështrimin tuaj? Në fakt ka një, si thuar, unë do ta quaj, unë jam gjithmonë natyrë për t'i parë gjërat në harmoni, nuk I shoh në kundërshti. Ka një harmoni në rrugën e zhvillimit të gatimit, ku edhe ajo tradicionalja shqiptare po rikthehet dhe po mbahet fort dhe nga ana tjetër edhe ajo modernja për të shijuar, për të pasur në gatimet tona të përditshme të gjithë kulturën e gatimit botror, sepse mjafton të hysh në YouTube, mjafton të ndjekësh juve çdo ditë, besoj që edhe shefi kuzhinës mund të ofrojë gatime nga më të ndryshmet, ato që janë pjesë e traditës shqiptare apo ato që I përkasin edhe traditave të vendeve të tjera. Por unë ju lutem. Ajo për çfarë unë jam I lumtur se tradita shqiptare e cila po rikthehet dhe po rikthehet shumë fort, po bashkohet me të prekjen moderne, gjë që nuk ja humb cilësinë apo shijen ose originalitetin produktit shqiptar, thjesht mënyra e degustimit ose mënyra e servirjes është në një formë më moderne, klasike e bashkuar me moderne. Është vepra arti. Fjala që ju përdorët në mënyrën e servirjes së gatimit. I kushtojmë më shumë rëndësi sot? Unë mendoj që I kushtohet më shumë rëndësi, sepse për disa familje ku edhe mundësia ekonomike u alejon, por edhe kultura të qenit në kontakt me kultura të huaja, dhe unë mendoj që nuk ka gjë më të bukur se sa një servirje arti nuk bën gjë tjetër, vetëm se na bën ne atë që ne nuk e bëjmë në të përditshmen tonë të reflektojmë në thellësi të vetvetes. Dhe gatimi pikërisht ka një element shumë të rëndësishëm që ngacmon kujtesën, cila është në momentin që ti e duke shijuar diçka, mund të të kujtojë që në fëmijërinë tënde ka qenë diçka të cilën ti e ke dashur fort dhe menjëherë I kujton ato ndjesi. Çfarë ke dashur në fëmijërinë tënde? Cila ka qenë pjata e preferuar? Pjata ime e preferuar ka qenë pula e pjekur. Ndodhte pula e pjekur ka qenë edhe ose kujt nuk është? Po, por ka një shije të veçantë. Kur them te pula e pjekur, në fakt nuk ka të bëjë me mënyrë thjesht objekti të pulës, po ka të bëjë me një shije të veçantë që ne e konsumonim pas një dite, se çka diçka të veçantë, duke qenë se ne ishim një familje ku vitin e ri e bënim të gjithë bashkë, te ne kërcehej, këndohej, nuk e di, ishim të gjithë artistë në shtëpi dhe gjyshja detyroi, duke qenë delvinjote, gjyshja nga babai, se gjyshen nga nëna dhe maman time kam nga Shkodra, që kështu kam edhe një traditë në gatim që e kam perfeksionuar gatimin e Shkodrës, sidomos tavën e krapit, peshkut krap, që është shumë e veçantë, por kryesisht jam rritur me gjyshen nga Delvina dhe ajo I gatuan te pulën një ditë përpara. Dhe nuk e di si çmerte një shije të veçantë. Nuk e ke recetë? Jo, e kam ruajtur sepse mamaja ime që është duke më ndjekur në këto momente, që është shumë apasionuar, është e ulur gjithmonë përpara ekranit për t'ju ndjekur çdo ditë në këtë pjesë të emisionit Eja tek ne. Mami më thotë që sa inat më vjen që u bëre gazetare, po t'ishe bërë shefe kuzhine do ishe më e mirë. Jo, ka bërë shumë mirë që është bërë gazetare, Edmira ka një kontribut jashtëzakonshëm fakt në media edhe në pedagogji, në auditoret e universiteteve, pa pikë dyshimi kjo, por të lutem do më lejosh vetëm pak të kthehem tek shefi edhe të shohim se si po ecën edhe procedura e përgatitjes së recetës. Ne bëm skuqjen e filetos pulës, bëm edhe shuarjen e saj, kam hedhur pak borzilok. Çfarë ke përdorur, cilën verë ke përdorur për të shuar vera e fileton e bardhë nga pulës? kantina Shehi, është kantina që ne na mbështet në këtë udhëtim dhe unë jam shumë I kënaqur të punoj me produktet e kantinës Shehi. Tashmë unë do të shtoj edhe pjesën e pak portokall, do të shtoj pak lëng portokalli në fileton e pulës.
Po, a ka rëndësi cilësia e verës në momentin që shuhet... Patjetër. Fileto? Patjetër. Pse do ta dëmtonte recetën një verë e cila nuk do të ishte e mirë, apo mbase nuk do të kishte 1% alkoolit të caktuar? Një verë jo cilësore, patjetër që do t'i japi atë pjesën e hidhur në pjesën e gatimit. Një vera sa më e mirë, madje edhe të themi edhe në botën e madhe, janë disa gatime që produkti mund të mos të jetë i shtrenjtë ose që ne mund ta konsumojmë në jetën e përditshme, por ajo pjatë me një vlerë monetare shumë të madhe, domethënë në shitje. Një pjatë shumë e vogël, flasim për Francën, për Italinë, vetëm sepse këto gatuhen ose shuhen me vera shumë të shtrenjta ose shumë vjeçare, gjë e cila mund ta çojë pjatën edhe mbi 1 milion apo 1.000 euro, 2.000 euro pjatë, vetëm nga ajo shuarja e verës. Kjo është diferenca, domethënë cilësia më e mirë bën gatimin më të mirë. Dhe kështu bëjmë edhe ne këtu në Ejat e Ne, në kuzhinën tonë, me produktet më të mira që na janë ofruar. Kemi gjithashtu edhe patatën e ëmbël, të cilën ti e ke prerë holl. Dhe ne Dhe skuqëm. sjell në formën e një chipsi apo patatinave, nëse do të mund t'i quajmë kështu. Ajo që unë desha ishte të bënim një patatet skuqur, por më shumë në pjesën e dekorit, do të ndihmoj për pjesën e dekorit, po pa i humbur edhe shijen. Kjo është ajo, të bashkosh traditën me modernen, që do të thotë shija e patates nuk ndryshon. Të kombinosh të gjitha shqisat bashk, shqisën e shikimit, të dëgjimit, të shijimit, të vuatja që është shumë e rëndë, të prekjes të gjitha bashkë për t'i kombinuar, dhe sidomos shtrimi është një element shumë i rëndësishëm. Sepse si thonë, shpesh herë më shumë hasyri, vërtet shumë. Edlir, por si ke ti marrëdhëniet me gatimin në raport me fëmijët e tu? Çfarë kërkojnë ata më shumë? Çfarë kërkonin ndoshta më shumë edhe kur ishin disi më të vegjël, kur nuk ishin larguar ende nga ti? E vërtet, çdo prind kërkon që fëmijët e tij të jenë unik, po kur vjen puna tek ushqimi nuk ka fëmijë unik. Të gjithë fëmijët janë një lloj, të gjithë duan të hanë kanë dhe teka, patate të skuqura, pul të pjekur, domethënë gjëra që janë larg. Unë i them ushqimeve të shëndetshme në kuptimin që kanë bazë vegetariane, edhe të ngrënit me lug, siç themi ne që shumë e rëndësishme të ngrënit me lug, por sot që ata janë rritur, po anojnë më tepër nga ushqimet vegetariane, edhe për një arsye, dua të përshëndes antean time që më ndjek në këto momente, që e kam në Gjermani, ajo po tenton gjithnjë dhe më tepër drejt ushqimit vegetarian, sepse një pjesë atyre që bëhen vegetarian kanë edhe atë raportin me mishin, qoftë ky mish pule, apo mish viçi, apo të baktive të tjera, sepse ne kemi një qenë të vogël në shtëpi dhe kur ti bësh një mik i ngushtë i kafshëve, ke një reflektim tjetër ndaj edhe ushqimit kur gatuhet me mish, që kështu ne tani po shkojmë dhe pëlqejmë gjithmonë më tepër gjëra që të kenë më pak yndyrë, të ketë më shumë zerzavate, perime. Të penalizon më shumë gjatë momentit të gatimit kur vinë edhe kur i ke në shtëpi, të duhet të përpiqesh më shumë për të fillur receta të tilla. Unë kam shumë dëshirë, përpiqem t'u jap larmi, të jenë shumë të shëndetshme, por mbi gjitha të kenë ngjyra. Unë nga një gjë nuk kam hequr dorë asnjëherë nga të shtruarit tavolinës bukur. Babai im thoshte edhe kur vinte i lodhur nga provat apo nga shfaqje të rëndësishme në ansamblin e këngëve dhe vallëve popullore, thoshte të lutem, unë jam shumë i lodhur, por nuk do të ulem në tavolinë taj nëse ti nuk ma shtron bukur. Dhe ka pasur në kohën kur jam rritur para viteve 90, nuk gjeje kaq shumë asortimente si gjejmë tani, kanë qenë më bio, po duke ndjekur perime, zerzavatet, stinët, se tani nuk i ndjekin, tani i ke gjitha në çdo stin, atëherë ishte shumë vështirë që ti të kombinoje, të kishe ngjyrën jeshile me portokallin, të kuqen, ti kishe të gjitha, por edhe kur nuk kishim asgjë, ne do gjende qoftë edhe një kokër limon për ta prerë bukur ose edhe 2 gjete, sepse borxilokun gjyshja ime mbillte në vazo në dritare, shumë nga këto bime duke qenë delvinjote, nga ato delvinjote të kanë ndihmuar ky proces, të kanë ndihmuar kjo edukat
edukat që baba yt të ka lënë për të sjellë ti sot edhe produktet e tua profesionale sa më mirë, sa më korrekt edhe të realizuara ashtu siç duhen me shumë profesionalizëm. Unë për një gjë do të jem mirënjohur se babai tim, sepse kishte diçka që gjatë kohës që ai gatuante dhe ai ishte natyrë kreative. Në çdo udhëtim që bënte jashtë vendit, merrte ndonjë recetë, i pëlqente diçka e bukur dhe nganjëherë miksonte vetë receta që i lindin aty për aty dhe në kushtet e shtëpisë dhe në kushtet, po përdor një term të ligjërimit bisedor, në kushtet e fukarallëkut që kishim në atë kohë, pra të mungesave, ai kombinonte receta dhe nuk gatuante asnjëherë pa të mbajtur tek koka. Aty dhe thoshte shiko se si unë po e gatuaj dhe kur ta servirte në tavolinë, thoshte të lutem ti nuk do të largohesh vetëm duke e ngrënë, por ti do të mendosh çfarë ka brenda, si është gatuar, çfarë shije dhe ti duhet ta flisje gatimin. Dhe kështu më mësoi që të kisha një raport me ushqimin si një raport me një vepër arti. Ne kemi komentuar si një opera apo një balet edhe pjatën që kemi shtruar çdo ditë në tavolinë. Po si do ta komentosh dhe si do ta vlerësosh Unë do të ndërpres një sekond, se jemi drejt se fundit. na mori biseda, na ndje tani mes atë që po thosha nuk po e ndërprisja, por dua të për mos ta ndërprer ose mos ta hequr vëmendjen nga ajo çfarë ti po flisje, unë dua ta bëj atë operan edhe baletin. Po të lutem, mund ta bësh, unë tani jam shumë apasionuar. Unë ju parë që kur ndërtuar tavolinën që vut Borzilokun aty të gjalpit, të gjitha lëngu i portokallit, që kështu besoj. Unë thjesht jemi duke montuar pjatën në bazë të shijeve, kjo është çështje personale. Edira, pak më parë të pyeta edhe në lidhje me edukatën që baba yt të ka lënë, po a të ka ndihmuar kjo që edhe profesionalisht të vish ashtu si ti do, ashtu si duhet, ashtu si ekrani sot e kërkon, ashtu si standardi i programacionit në radio televizion sot kërkon, dhe si do të vijë Edira së shpejti? Po më ka ndihmuar sepse edhe ata që kanë ndjekur bashkëbisedimin me njëra tjetrën, kanë kuptuar që babai im hynte te njerëzit perfeksionistë, sepse arti ka diçka, o ti jesh më i miri, dikur thuaj o i pari, o askush, por sot është përmirësuar ti jesh më i miri dhe unë në kuadër të kësaj filozofie të trashëguar nga prindrit e mi, përpiqem të bëj më të mirën në emisionin tim Auditor Arsimi dhe kam kuptuar në këtë krizë të madhe që po kalon bota sot, ku po kalon krizë edhe arsimi si në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës, unë kam sjell diçka shumë të veçantë në Auditor Arsimi për të shkuar te thelbi i problemit, tek ajo që ne themi, të shkojmë tek leva e Arkimedit që na e bën më të lehtë lëvizjen dhe ndryshimin. Dhe cila është kjo? Për të punuar bashk me kërkimin shkencor në evidentimin e vlerave dhe për të shkuar në fushë të ideve. Sot varfëria më e madhe është tek idet, ideja sjell zhvillimin. Unë nëpërmjet Auditor Arsimit artikulojmë çdo ditë ide se si mund të përmirësohet arsimi në Shqipëri dhe të heci në të njëjtën rrugë që i kërkohet Shqipërisë sot për qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndaj do të kisha shumë dëshirë që të na ndiqnin çdo të enjte në RTS2 në orën 19 në Auditor Arsimi që të bëheni pjesë e kësaj ndërmarrje të rëndësishme në fushë të ideve. Sot ide do të na çojnë përpara. Ide në arsim, ide në kulinari, ide në gazetari, bëm pjatën përpara për të bërë edhe një preferuar ishte pula. Po, unë e di që në ide ne kemi një pulë me patate. Pavarësisht mënyrës të gatuar edhe servirjes së saj. Domethënë i qëndrojmë asaj traditës tonë me një prekje moderne. Shoqëruar edhe me një gotë verë nga kantina Shehi. Unë me shumë kënaqësi do ta provoj, do ta shijoj, ju falenderoj që më ndreqët fjalën, se është më saktë jo provë po shijim, por ju lutem ma kuptoni emocionin, si mund të dëmtohet një vepër arti. Dhe si thonë që piktura nuk mund të shijohet në qoftë se ti je afër pikturës. Pikturës duhet jesh nga larg që të shijosh të gjithë pamjen, e unë duhet të jem në këtë pozicion që të shijoj jo vetëm mënyrën e kompozimit të ngjyrave, por edhe të asortimenteve. Do ta provoj pak. Do të provoj pak. Në besoj që të jetë një kombinim shihesh kam përshtypjen, shuar jam me verë. Ndërkohë i ka edhe për të gjithë teleshikuesit produktet.
Zakonisht kështu rrihet kur provon verën, po unë kështu po rri sepse po shquaj të gjithë elementët që ju keni përdorur në gatim që kanë sjellë këtë lloj shije. Ka pak atë të thartën, duket sikur pak një lloj e thartë që vjen nga vera, po në fakt është kombinimi verës me portokallin. Edhe të vjen portokalli edhe boronica që ndoshta e krijon këtë. Besoj edhe ajo freskia e borzilokut. Shumë e vërtet. Nuk e lash një kohë të gjatë që t'i sillja të gjitha shihet, po vërtet mendova që në kohën kaq të shkurtër nuk do kishte dalë kaq e mirë, po është më e mirë se ç'e kisha menduar unë. Është një sugjerim për të gjitha anvisat, unë uroj shumë që ta gatuajnë edhe ta marrin në konsiderat recetën e shefit, sepse është një recetë që ka pak përbërës, por mbi të gjitha është një recetë ku janë brenda të gjitha vlerat ushqyese dhe është një kombinim perfekt i shijeve të gjitha produkteve që shefi zgjodhi për të sjellë sot këtë recetë, por edhe për të pritur mikeshën tonë Edlira Birkon, edhe për të zhvilluar një bisedë të këndshme e për ta bërë këtë paradite edhe më të këndshme për të gjithë televizionistë. Unë kisha një pyetje që ne ja bëjmë çdo të ftuar këtu në studio. Si do të ma sjellësh të gjithë karrierën tënde në një pjatë? Dhe kush do ishte ajo pjatë, ai gatim? Në një pjatë, karrierën time do ta sjellë aty ku unë kam bërë bashk artin dhe shkencën. Arti dhe shkencë është këtu, arsimi nuk mundet të kuptohet pa pasur kreativitetin edhe thellësinë e informacionit. Artin dhe shkencën bashk. Arti dhe shkenca bashkë. Elira, faleminderit shumë që ishe me në studio sot, faleminderit edhe për këtë bisedë shumë të këndshme me Smiq. E janë të ne në Radio Televizionin Shqiptar me stafin më të mirë në Radio Televizionin Shqiptar. Nga ideatorja të gjithë që punojnë çdo ditë, ju dua shumë. Faleminderit edhe ne të duam të shumë, faleminderit shumë edhe të gjithë teleshikuesve që kanë qëndruar në këtë minutazh me ne, në minutazhin e gastronomisë. Shefi, unë tani po iki, Antoneta po më pret. Faleminderit Iva, mirupafshim, shihemi nesër përsëri.